Po imagjinu 3D. Kavanoza me sigur. Buxheti 2000%. 2000%. Ty gjetë gjithë. Ty gjetë gjonat? Këto ishin nga sfida. Ta qefi kam. Kjo s'kena më qenë shumë e të ferë bërë. Shatin fest. Kam qenë për sa gjëra, Kam qenë për sa gjëra. Unë merre me evente. Kjo është profesioni. I'm creator, event director. Bën event. Movie director. Theater director, architect. Performer. Kam një listë që i gjatë. Kështu që nuk e përshkruaj. Unë kam shumë qef që të takoj prapë ty pas showt, pas i të bërë gjitha kjo. Dhe të ftoj në studiot e tona në Shpirëv. Një personazh shumë interesant, shumë interesant. Don't lose yourself. Këtu më ka dalë shumë pa. Shumë mirë, po vetëm mos u tut. Kur po më tutet dje ma ke heq trur me gjarprin nuk duhet ta kishte bërë atë. Është momenti që sfidon veten. Po nuk i sfidon këto gjëra, ty prandaj është ferma. Pra nëse ti se do kesh prapë sfidë do kesh, por ideja duhet me sfidu. Nëse ti ikën nga këtu pa sfidu, unë kam, ti e di që unë kam fobi gjarprin apo? Ti nuk e di. Jo, nëse. Po me qit gjarprin, unë fitore 50 metra në ajër. E kupton? Dhe do sigurisht. Shumë e përshtirë. E di Loshka, po e para nuk është gjarpri që kafshon. E di, po tisha vetëm atët, kishte një në dorë, një atët verdhën. Po nuk kafshon e gjarpër. Nuk është e gjarpër. Një tub ishte një tuf me. E di. Ishte e përshtirë si pamje, nuk e kisha se do më kafshoj. Ishte momenti to change. Se ato fobit të change, e kupton? Ti çan do brenda vetes, do një evolucion. Me thon drejtën. Një këshill nga si mik, jo si. Përveç fobis, quick things. Me thon mendim që më kaloi kështu. Ishte edhe nominimin që sërse u tremba shumë. Po nominimi është edhe mua do më nominojnë ditë. Ne jemi. Jo, edhe thash, nuk do e bëj, do dal me dikë tjetër që s'do e bëj, edhe nuk është se po e ndjeja 100, po tisha kokë më kokë. Ndoshta, do e kisha. Po tishte jeta, ku diun, me dal. Po unë mendoj që nominimi nuk është rëndësishme këtu. Këtu është rëndësishme edhe përjetimi. Lëre nominimin fare. Po e patë mirën aty e ke humbur këtë lojë. Ti duhet me përjetu 100%, as mos e mendoj hiç, kjo është këshill si mik që po ta them. Kjo se kam të vlerësoj shumë si njeri si vajzë, më dukesh një njeri i jashtëzakonshëm. Edhe ajo bisedë që kemi bërë neve për Malsinë e Madhe mbaje mend. Nëse ti një ditë do kesh nevojë, I'll come to help you there. Mbaje dhe bëj diçka për Malsinë e Madhe, kjo është një detaj që mos harro kurrë. Sa të kesh jetë. Po ike, por ashtu do vdesi një gjë. Jo vdesin në sensin, por do mbet një gjë. Njerëzit e mbajnë një vend. Për mua më rëndësishme është më shumë të fitosh ti nëse parat e tua e përdor për Malsinë e Madhe. Po. Kjo që unë argumente. Nuk merr më parat për blej makina. Kjo është të harroj këtë gjë. Ne duhet të rrisim njerëzit për qark nesh. Nuk bëjmë të pasunarët pa i pasur people good. Për ati që ka s'ke keq sot ma. Si me ty pra të makinën. Si makina është aty, nesër tjerë young, nesër do ta sigurisht që ai që njeriu që të kesh në krah do ta blej jo, mbasi jo, po ta që fisë ti e princesh, kupton? It's not important that, it's not important who is kush është nominuar, kush është. No, si ishte nuk e ndjeva atë 100%. Merdi keq për ty, disa më ke mërzitur se thash, no, ishte një moment dhe u kënaqja që ishte në sfidë aty. Ja, dhënë përpikja sfidën se thash hajde. Po si e mbyll derën, mos e nuk i këtë ka. Edhe aty si kur të kafshon të gjarë, bletë kafshon dhe i në spital. Kur problemi tu? Nuk vdes, jo, mos ki mërë. Ishte përshtirë. E di, Losha. Në atë moment unë kapi panik attack nëse keni vënë re, unë po merre fryma deri në. E di, po dhe unë kam pasur panik attack nga shëndësori nga lërësiti, kam kaluar gjitha. Ne i kalëm sfidat. Unë me mbym avion, mu mbikën petla, më pi 1 litër whisky që të bën tap. Tani e kam kaluar. Out of nowhere, futesh aty, që 4 gjarë prind. Wow, ishte shtangi, domethënë. Por janë dhe raste unike për të kaluar atë. Unë kisha dashme, pas të qishja tjerë. Ku të gjesh rast tjetër ti me kaluar atë? Harroj. Nuk është edhe kërkoj. Jo, në sensin që nuk s'të vjen një rast edhe publik edhe me show, se është, okej, të kalosh me vetën tënde, kush who cares, who knows. Kush e din, se më falni për anglisht. Por ja se jam unë këtu. Po gjithmonë më dalin shprehje. Por ideja është ajo atë sfida perfekte personale që
që i ke dhe publik, duke si performance. Po, e di pra, ishte shumë interesant dhe të bënë shumë nice, shumë bukur. Edhe i kalon e fillon aty të mbajt për qef. Se një moment është ajo, edhe unë kam unë, të flasë unë që kam të merë gjarë, po të merë. Me balon aty, e bëj një kol për najer direkt. Edhe sigurisht një ditë, dhe do mundohet të kaloj këtë gjënë. Se njeriu ka fobira nga më të çuditshme. Lind me fobi. Se më ka fshon, ishte më vështirësia, po, për femrën sidomos e qia është vështirë. Se ne kemi edhe në fe. Se unë jam katolike. Po, patjetër. Edhe kemi historinë e Shën Marisë me Gjarprin, historinë e Evës. Është një kafshë e vështirë. Ne gjithmonë na kam lexuar për shembull në Bibël edhe kështu. Gjarpri ashtu. Ja shtypi kokën, ja dhatë, ne kemi pas gjithmonë figurë. E di, po ti je njëri modern, ti s'mund të marrësh i Biblën si ka qenë se... Po e di, pra, po janë ca gjonat fitume që duhet shumë njohuri me i heqë. Duhet shumë përgatitje. Doqik. Sa janë të fituar gjatë jetës, të duhen... Doqik edhe... Kam nesë ditë lidhja. Po, ke një tort frigorifer. Nuk është tort. Nuk është një bje tort. Po gjithë po e prishtin që dje. Po nuk është ajo loqa, nuk është tort lejbe. Se ke ti edhe jo. Do ketë diçka interesante, nuk dhe i ta. Do jetë interesante, po, vetëm nuk duhet me thot. Po e din gjithë që djejshë. Jo, që po të them që do ketë diçka interesante. Është i ka që interesante sa i zdo e për shifri më kur të gjën që të shifri nesë. Po presim. Bashkohemi me... Po, përshëndrohem pak, jam që i lodhur se edhe goditur keq. Po, të pash vetëm. Jam i goditur, kam pak, gjithë kam 2 gjurë. Jemi vra. Sepse unë nuk kam kohë që nuk bëj... Kam këmbët që nga baleti, kam këtu. Kam shumë kohë që nuk bëj lëvizje fizike, apo palestre e gjëra, se jam... Po, e do të bëj mirë kjo. Kam ja i vit që nuk bëj, edhe kam muskujt të shpërthyer, që parasysh, edhe shoh që s'flet dot natën, vemi gjithë gjërat. Se s'po flas natën, u brëndaj jam shumë. E të pash dje në 2 karrige. E kupton që mua mbeti dhe jam pak s'komod, nuk jam mësuar të rri me njerëz në një dhomë. E di. Po, dal nga dalë, se s'po krijera ajo tani. Do të është proces. Ja, se do mësohesh. Do të thonë, je mirë. Je, se edhe sa edhe nuk është më e rëndësishme njohja me njerëz, nuk është lehtë. Se ishte edhe pak e rëndë, edhe prajmi dje për që... Ishte pak. Bravo, që ojë, bukur. It's good. Në kërkim të bëjmë edhe bashkë. U knaqë. Edhe ishte në mes të gjurës duke u freskuar me katarakt. Je shqiptare në Itali, se unë i frekuentoj shumë, se kena lidhur miqësie me ambasadoren e me stafin edhe më ftojnë gjithmonë në këto evente, më shtesin një herë, sidomos që e më rëndësishme. Edhe njërë këto eventet ishte edhe Klodi. Klodi, kështu. Po. Mu kujtu, ma vonë dhe më thanë, ditën e dytë, më duke di që, thonë që marë burë ku jena pa, po na jena takuar, na kanë prezentu, se na prezentoj vetë ambasadore, më su ka bërë shau o ledja, nuk kujtohet është. Mua më duket shumë emotiv. Shumë emocional. Është shumë i mirë, ma, për më një tema shumë i mirë. Dhe mua më duket shumë i mirë. është artist komplet, në më thonë, total. Po, edhe merdi shumë keq dje. Edhe mu, se e kanë prit shumë keq. E pash që unë ndikua shumë. Se egziston në botë me prit, që thamë në ty, edhe njërin më të keq në botë nuk pritet të keq. Imagino një person që i se njef. Ashtë dhëmë gjë, veç për një gest që i barni që i hini me i gomar, pala aty, u bam na, edhin, okej, unë i pari, thash, ishe mujt me evitus, më pëlqej me forcu kafshën, nuk ishte imazhi ma i bukur në botë, por që si ishte alla të fajsaj, se thjeshtë u marri zdo të me njëllë, okej. Po, thanën ajo, të shme kriju, me sakatu, me sulmu, me... është kretis dite ku ishte, kur ardhe e mora, e qova i ba nature, që dukte vërteta që dikush po mërte me të mire, kupton që? Më vjen shumë keq edhe dje, e pash që s'po ndje hiç mirë. Normal. Edhe më vjen shumë keq. Normal, se meritan rrëpar, sa ta në artist që e kena këto, duhet thjesht
me shfrytzu në sensin, me shfrytzu Është njeri. njofjen me te, me Është shoqnin me te, rrallë para është njeri, bravo. Ma fillu, më vërë shvake, si rrët. Malë është. Jo, më pëlqen shumë. Edhe mua. Edhe më vjen shumë keq se më duket shumë i distancuar. Shumë. Se e ke parasysh kur të largoj 1 herë, 2 herë, 3 herë dhe të doja ai të afrohet. Normal, nuk do, ai shumë ka ba, e shumë ka dëru. Unë kam ti, jo vetëm që isha nervozu edhe ma shumë se sa jam nervozu. Por, a kupton, as isha afru, ku di unë, kisha me mua dhe gjana, po ka disa prej nesh që e kanë prej shumë mirë, dhe më thonë. Edhe besoj kjo ka mjaftu për të për me... Po pa i pas ka dash të iki. Po normal. Para ca ditësh. Pra ne po të thëmë, unë kam ti nështë ta kisha ikë. Po, ditët e para, Tankë personalitet, tankë njëri këto, nuk është djarëria, kupton? Me më trajtu kështu. Unë ditët e para prej, të them të drejtën, prej Onidës kam ndenjë. Se ditët e para për shembull të ishte edhe dhoma tjetër, edhe nuk jam i kaluar kohë. Po. Unë e ti. Po, vërtet. Kam ndenjë me Onidën, me Sarën. Po normal me ditët e para janë më të mërshme, që s'u që ke idenë se ku je. Shumë. Në vëlla në sobi ka këshu, bish mu bo nervoz, që letë më këna që... Jo mërë burë, po njeri kur të folë. Po fol, ajgore, bona veç e skip, atë tem, nuk i nevoj me dhona galeshës qever të tova. Okay. Krejt keshën ti po bosh nervoz? I get it. I get it, tash sans për kisha më thonë, I get it, ajgore, okej. I get it. Mo me shpirt. Qa me thonë? Pa i mundona me zemër jeme, se kes pi bëj kërkuj. Në mene thonë, jas. Në mendet shqiptare. Shqyqër. Pa i në nërshë jam i vetë me alo, pa dol në televotim, që që më nëjë që jam mirë. Edhe? Po Nësë ka qitë publiku në televotim, Po të kanë qitë të fermerë, kështu që diçka po dhe po... Sa do na më nuane në Une, mojtë mira? për që si bëj kërkuj kesh, nuk e më voton kërkosh mu me më qitën. So based on that. Bile edhe më pështun. Po, për pjesën e pështimit. Shqyqër. Se për thuj shadala? Jo më thash veç për pjesën e pështimit, shqyqër. Po shka? Në nush nuk ka birë none që në qatë mu piktu i ti, e den. Jo nuk e di, valla. E den pa shasit natë. Letësi. Po letësia mujmë, a ku qa shkajta goj, dalë krym me ne kanë, me kanë dush në minim dalë krym. Me kanë vëtë me dalë në minim. Del me mu. Po jo me ty unë, s'po du me dalë me ty. Hajde dolju më në ti në minim. Po s'po du me dalë unë me ty me i shpirë, se më ka du më shti me ty, më du me të kalzu që s'dalë, jo me të qitë ty. Ti the me kondush edhe, une me kondush të me mu. Ago, nëse kam nëj favor, të lutem një minim, kok më kok. Let's go. Let's go! Gresa e ka, kështu mas orës 9, që më më sulmu. Po ti, Me në gjez, mas të e japet. ki gjithë ato që flet. Kujdes. Adi. Shpirt, nëse dënë jo me ty, po me atë tjetërin që ka fitu ato, që ka thyrë korët, edhe me ato hif, qëta shfil krym. Ani dhe? I know myself, që jam outside. Let's go. Kështu që... Edhe one. Me shpirt jam, mos... Problem është. Ation, rregullo mikrofonin. Valloj, ma të regullun. Po, ki drejt, se e kum revrit me ashtë tëk. Kështë i thonë që me kondush krym në mënim. Po kry një mundësi, one shot, I get it. Tash me shoqën teme s'dashta, po që donë kjo... Ja, definoj e fjollën shoqe, Odi. Me Gresa Sekiraqen s'dashta, po tash pedu, pra mas im tha definoj e fjollën shoqe. Nuk i ki, si ki definicionet bashmirë. Definicionet, shqyqër që është të ki mësu do fjallë me zemër. Odi, më shqyrë me më ofendu, i kom su do fjollë, se unë një ma modhe se te. Edhe të ke fundit, unë e kam një fakultet krym. Po më kuptën me shkum fakultet, po që ashtë fjollë mësën, a beden.
Mos janë nesme kësi parsane, banoli është aja që e fulti. As ti mos janë me definicionin, më kallëzuar. Jo mërë burë, po të pianisme do para gjykime apëdën. Hajde, natën e mirë, gës. Natën e mirë, gës. Po të marrë vesh truni. A je mirë kështë? Mirë. Ka morë molli. Dhe ishtë ashtë jo mirë. Për ka me morë molli? Mos, përfasam. Mes në ka morë molli dëve? Ja, valla mu, ja. Pa i pasha zotën po. Ja, valla, ja. Që na merë molli, ja na merë molli dëve shpirt ja kërku i heq. E moti. Te e din që sun ta qëtë kërqysh me mu në nush. Në asë një aspekt. Me informatat jashtit, në asë një aspekt. O, din që di për çka jetu fulti. Kur dush? Thashat ka morë molli. Po dhe unë përvon për thashat ka marë molli ty. Po mu me morë molli dalë për jashtë. Po unë si ma du më dalë për jashtë. Ta lasëm ka marë molli. Kur dalë merë molli. Let's go. Ma me shpirti jam. Djek për djek, djek e më dëtë. Ja, valla, djek për djek është ti. Kur ishë njetë, pasha që notë. Kur ishë njetë. Mu, po. E ti e din që ata. Shpirti jam. Shë që mame mund të këmë thonë, para se me i të këmë thonë mame, mu apet, je ka bjen apet. Kush jem on. It's my song still. Secret. Edhe? Secret qa? Secret. Secret? Secret kongët. Të mija. Po? Po dhe përdojmë, it's my song still, secret. Edhe? Secret e strada. Edhe? Vish për thëmë. E qa po dhe me thome këto? Kur gjo, gjithë shka. Interesant. Ma shpirti jam. Merë vetën me të mirë pak. Jo, me në nush atë sulmova unë, apo? Merë vetën me të mirë odi. Shko ta Unë e qka do që po diskutojmë njëre, po ma këthe një agresive, ju po një shësë. Jo, agresive, unë statë kur gjolla. Nuk po të kuptoj, a bedem. Me i kam përzin me Klodin, shpirë. Kur, urna? I kam përzin me Klodin. Jo, nuk po të përzi. Po do e agresive, unë statë. Unë asë nuk e di shaj bjen agresive, zemës, që më konë shkollë. Si më konë fakultet. Se dena? A do në të mësej? Po e më vynë dikush intelektual, shpirti jam. Intelektual? Më vynë dikush i menqëm. A, një kur dolim jashtë, njëftej me dikan intelektual. Edhe ta mësën. Ski, men, kush është ta intelektual? Në i rëzika, në i katësënim. Ju më rep, me një intelektual. Unë vip një familjes që kom shumë intelektuale në familje. Të pres shpirti jam, ka hapër. Yes, of course. Pres me plët intelektual atje. Më stanin. Ja, vetëm... Po më, a je mirë? Po, vetëm jam lollë shumë sot. Po më, Se kam nejtë u stragat, sa ne do të mushtri ofertet, o më ulla ofertet. Ja, për zotën, thash këto. Budal. Ja, bo situata, ka Po shumë. pra, me ja bo me paranoja. Ti të shef ta mandë. Ka për i mena du të. Për i mandë të atë lujt. O ti Mika. Mos jam të lëviz më prej këtu. Kafshë? Ja, se besoj. Kanë krypë? Jo, ne ishim të fundit. Ja, tani sa të më lidhemi, po. Të pjatave të gjërave. Të pjatave të gotave të gjërave, apo jo? Po. Mos prita. Do t'a themi tani dhe do t'i ruaj vetë. Një herë do t'ja ngrej unë, herën e dy do t'a ngrej unë. Herën tjetër do ngrej vetë pastaj. E kur t'a ngrej unë? Se s'ka shans. Pse me shpirt? Hajnë dhe nuk pastrojnë dhe ta qojnë vetëm të lavamani. Pra hajnë këtu edhe e lejnë këtu. Është të mërshme. Kush nuk e du më të folish. Një majordom për person du në këtu mrena njerëzit. Të më dojnë pra e dalin. Se dhe ata në kuzhinës sektori është shumë i vështirë, gjynaf. Shtë merë. Pra ti ke njerëz në non-stop që hajnë, konsumojnë, lejnë pjatat, edhe ti merë pjatat, pastro pjatat, fut pjatat. Paktën t'ja qojnë atje. I ka la vini pjatat 3-4 njerëzit një orë. Më Po shumë. viso hajë se na bone kurios, vla.
Shofim që ka aty mrena. Me zjedhje. Pergamena. Kreve zjedhje. Pergamena dhe pytje gjona, Instalacion. Jena ashtë lotë tha nisa. është një instalacion shumë Shumë instalatik. Të lutem bujar, të gjithë vinë që ta bëjmë të gjëndë. Oke. Jo. Nuk thash me frit lopën, po a kishte... O Sara! Rofsh! Ha? Kush është tjetër këtu? Ola. Ata vlen për ata ke fakiri? Do shkoj atje. A, do të shkosh atje të vinë? Ola në kica të i kra pak ma të majtë. Po mirë, ti ftojmë që të vinë. Jo, do të më shkoj. Atje duhet me e bëgët gjë. Pas ke punë sot, me. Kalom romi. Kesa, hajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 18. Rregullim. Fermer. Sonte Agaj ju jep mundësin të shprehni jo një, po 3 dëshira. Secili prej jush do të marrë një papirus që mban emrin tuaj dhe jeni të lirë të hidhni në letër dëshirat që do të donit t'ju realizoheshin gjatë qëndrimit në fermë. Kujdes! Dëshirat duhet jenë të realizueshme dhe brenda rregullave të fermës. Se thot njëri du më ulkat në dytë për shtëpia për shembull, kështu s'ka kështu gjona. Dëshirat do të merren në konsiderat për gjatë qëndrimit tuaj në fermë dhe jo jashtë saj. Pra, mund të ndodhi për sa kohë, realizimi i dëshirave mund të ndodhi për sa kohë ju jeni në fermë, secili nga ne. Qofse del për shembull. Jo. Pra për aq kohë, për aq kohë sa ju do e jetoni këtë eksperiencë. Mund të jetë një dëshirë për një darkë romantike, për shembull. Një informacion nga jashtë, pra si po shkon jeta jonë në rrjetet sociale, për shembull, ose sa o çmimi naftës, sa ka pushu lufta, s'ka pushu lufta. Një film, dikush, një event, një neshje futbolli, Champions League, ku dëgjoni çfarë doni më pa, një telefonat me të shtëpisë, një takim me njerëz të shtëpisë. Kuptoj që do ndodhi këtu. Një dëshirë me taku një idhull tuin, jo jashtë shtetit. Janë shkrujt me aty këto, visa? Po, dhe i kam diskutu. Pra, i kam diskutu dhe ma gjërë që në rast në një pyetje. Pra, çdo dëshirë që mund t'ju a bënte më të bukur qëndrimin dhe lojen brenda fermës. Pasi t'i shkruani, letra do dorëzohen tek Agai nesër në mëngjes. Pra, keni gjithë natën kohë deri nesër mjes. Agai do t'i lexoj me kujdes dëshirat tuaja dhe do të vendos se cilat prej tyre mund të bëhen realitet. Pra një shpjegim tjetër. Masi do shkruaj secili 3 dëshira, secilën nga dëshirat do ta e din Agai. Dhe a mund se kujt nga ne? Jo, mund dhe asnjë. Kupton? Pra se kujt, dhe se sa, e din Agai. Pra ato që janë më të arsyeshme, më të logjikshme. Pra, pak a shumë e keni parasysh qa mund të kërkoni. Duhet ketë apo do presim vetëm një stilolaps. Ka stilolaps tu. I kam. Këtë se kam hap me thonë drejtën, po ka stilolaps. 2, 3, 4 stilolapsa që do kalohen në njëri tjetrin. Aty a jap me kështu me bujaka? Po. Vanessa, është atje. Dona është atje. Fabiola. Dhe nuk do lëvizim, nuk do dalim jashtë, vetëm mrena shtëpisë, deri në momentin që do na thot Agai jeni të lirë. Nesër. Jo sonte. Sara, dhe këtu. Ermiona. Thank you, Jevet. Tiri. Adioni. Lodi. T'japim, apo jo? Esa. Po, ha? Indri.
Mendoni, keni Bora. Më falë. Oh, nice. Vini. Mirë. Po, 3 dëshira. Oza. Unë dëshirat e mija pa i fos një shishe dhe pa i fos një lumë. Ke brojnë të fosh, s'ke nevojë më udo. Po pra këto. Me një shishe. Shumë më bukur gjetë. Ja, direkt, ti shkruaj. Jo, thash kjo. Jo.